A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shkurtë vona. Sallu ala rasulina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala shafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Vazhdojmë me derset Shifa i Sherif. Inshallah sonte ta mbarojmë më shpejt dersin. Dini tash vakti i viruseve i smundjeve. Nuk e thon për ankes, po shpesh kom hiqë kështu në ders pak si i smund, se ma pa me bereqetin e xhamatit harrohesh si i smund. Ma pa shumë mirë kalon dersi. Inshallah në këtë ders mbas disa minutave ndoshta dhe bëj efektin. E ne fridolja ma e ne ju xhamati. Unë i besoj kësaj shumë. Shpesh më ka ndodhur. Ka ardhur misafir, hoxha ka marrë të tov, du të shofa unë atë ditë partal. Së në livizi për vend. Jam ajde, hatër, vlla, musliman. Dalish, të kalon këtë. Ilaç. Muslimani o ilaç i muslimanit. Veç o puna ta dum një tjetrin për Allah. Këtau as 1 gram nuk dyshoj bile se do kushi. Shumë mënoj e kom këtë hoxhën. Ajo ndodhë në gjumaja, në për fase. Dalish aty, a prap ki kalzon des, po kush dhe kalzojve vlla? Hoxha i muallës dhe kalzoj. A që këtë se ne duroj hiq, këto muhabet e ketë ne i dim. Pse i dim? Po, kemi njerës tonë aty në gjemat. E ne jenë gjonë atë plakin të folë, zakonisht pleqët janë këto. E ne ma pa të vejnë bas gjumaj e hoxha, kita tha këtë. Me që kësi muhabet e na shkoj karierë, mbarja madhe. Tu pa të folim për gjënja dituris, hajde. Hajde bërë. Tash vazhdojmë inshallah, nëse ju kujtohet javën e fundit me që u bon bëj 40 e kusur minuta, thash dhe e la javën thëmë për këtë ders. Në fund, pi Hazreti Omerit radiallahu anhu vinte një rivajet se Allahu Teala kujt do pe krijesave, pe insanve, pe njerëzve, pe robëve të ti, ja ipte dhe kujt trimërin, dhe kujt me kanë frikacak. Edhe unë i kisha përmbledh disa thënje të ulemave, lidhje me që këtë me kanë frikacak, apo edhe tradhtia kalonte. Allahu Teala as kujt në natyrë nuk ja fal tradhtin, ai pimra pa bëhet tradhtar. Tash inshallah tham, dhe kemi koncentrimin më të mirë se dhe në dakikat e para, tash e shfrytëzojmë rastin, si një vazhdim i dersit të kaluar, të paktën që këto dakikat e para. Hasan el Basriu, rahimahullahu Teala, thot, tradhtia është turp i zemrës, dhe nga kjo zemër me tradhti del vetëm munafiklek. Tash këtë tradhti, si të doni, orientonja. Si të doni raporte familjare, si dush koleg, pune, si dush në fe, unë e për fe flas. E tradhti ma e madhe se ajo që i bëhet fes islame, s'ka. Çka është tradhtia në fe? Njerë të flasish kështu, ma pa kundrojnë rrethanat të flasish kështu. Hanefi ishim, Hanefi dhe vdesim. Maturidi ishim, Maturidi dhe vdesim me lena. Nëse e keni pa të pak në këto pika, as 1 gram s'kina lëviz. Ha, një dit mjekra se kom kref, arrajt mjekra si kom ek mustaqet, ato ndrynë. Ama në bindje, me lena Allah, bëjnë edhe ju duha gjemat. Si do që të jenë rrethanat, edhe për ju si gjemat e ne si hoxhallar, mos ndryshojmë se bëhemi tradhtar. Ibn Qayimi, edhe kjo rahimahullahu Teala, thot, nifaku është në 2 pjesë, munafikleki. Pjesa e parë është turpi, do me thënë, kur e hum turpi njeri, kur s'ka turp, fillon bëhet munafik. Dhe pjesa tjetër që e kompleton munafiklekin është tradhtia. Njerë hupisha në ndjenin e turpit, se helbet me e marrë vesh gruja jeme, se do njerës vërtet, pi Allah nuk i vajnë bare. Ama të pak të në jo, frika pi grues, apo, aj turpi, është ndjenje mirë, është shenje muslimanit kjo. A mu e marrin vesh njerëzit, mu e marre vesh gruja, mu e marre vesh aj, mu e marre vesh ky, shif të run nga gjunafi, mirë, elhamdulillah edhe ajo. Kur fillon kjo të hupet, atër fillon ma pa tradhtia. E treta, Ibn Taymija, rahimahullahu Teala, ka thënë, mos i beso tradhtarit se kur të vije rasti, prap dhe tradhtoj. Tamam, këtë edhe neve e thuj, ma kur e thot Ibn Taymija, bëhet pak me interesant, afa. Fundit ka njeri, si i thujnë, emën, hajde bujro. Aleikum selam, hes. Po sonte mund edhe dikush të vonohet se më duket ka
Miting kallaballek me parkim, kemi problem. Unë e di një qëndrimet, asnjëherë nuk flas keq, Allah i ndihmov këtve. Allah i udhëzov gjithë në rrugë të Islamit. Xhamia është e gjithë e jona. Edhe ato inshallah do vënë mas mitingit, mas mitingit dera mshel, ama para mitingit do falin namaz, nesër do zatek në xhuma me këtë partit, me këtë palët. Allahu ndihmov nesër muslimanëve, kush dose ka cila partije dose ka simpati, le të votoje. Ama më jep një mësim shumë të bukur kjo. Kur merresh me fen islame, edhe me ndjenja, e në materialisht, po dhe shpirtnisht je shumë më rahat. Ato në shim bajtën miting, ne jemi këtu mbrenda. Ne kemi klim, bile kemi edhe nxemje për poshtë. E në ka kamët e në ka kraje mund të ngrofemi. Shiu nuk në kap. Dhe të zgjase gjysore 40 minuta dersi. Ama jemi qka shveta sa jemi. Elhamdulillah, shumë jemi. Ja. Unë s'ma kish marrë mendja kur ko marrë seften të tof, se para kaq njerëzve të mirë dhe me numër për mu duket shumë. Normalisht, me një mezhlis njerit i mire gjoja këshu me fol. Me shku të piqemi të ashtë edhe një. Me shku për hajrli, mo thonë piqemi, aman. Moj përmendim se ndin e keq. Me shku për hajrli e ka martau gjallin ose vajzën njerin. Gjithë të njerës të drejten, hajdu hoxho fol. E din hoxhalarët këtë njene i sa keqo. Ose taj të thosë, hajdu taj fol, për shemë të thosë. Shkum të Hafës Salia, se muhabeti e qelë muhabetin. Hafës Salia i Tetovës. Erdhën do hoxhalar misafir për Istanbuli edhe unë atër kishim ku t'i qëjmë, te Mulla Mahmudi, te Hafës Salia. Tash, te Arabati, që është delaj për mbrenda. Zjekeni pa, ka një put aty mbrenda. S'kisha qenë 32 vjeti kombo. Te Arabati, hyna shkaku i do misafirve. Put kishte mbrenda. Statuj, idhull. Estakfirullah. Nejse. E ne qumë te Hafës Salia, tash 3-4 hoxalar, 1-2 shok, që kanë ardhë me hoxhallarët, e në tash duhet bëhet në fund do vaje si e bukës, se në qitën kësi qifle gjaja. Në Hafës Salia kishte dë njerë këtë tiparin, e kapte i nati, tej tha dhe bësh duan. A i nuk o asë hoqa s'kur gjo. A ti jerdë mbare, hoqa ma, nëpë tej dhe bësh duan. E sa keqo para njerëzve, këshu të flasish. Tamam, elhamdulillah, prap shumë jemi. Ama në krasim me këto në për mitingje, në për shtabe, në për sen, sa veta jemi o gjema. Kushtet Allah i na ka fal 100.000 herë ma mirë, ama ato angazhohen ma shumë. Ato gjatë fushatave sa serios i kapin në për statuse, në për mesaje, a dhe votojsh, a dhe bësh, a dhe këthesh. Nuk e thom këtë me të keq ose për ti nënshmu. Allah i ndimov gjithë. Neve në vejnë zort një link me qitëm WhatsApp. Gjika, ku e dish dhe ku i gji? Atë natë ka pat dhe një problem të math. E nësi imi në kote heci ato statusat të WhatsAppit, qëllohe. E në mund të ashtype linkin. E në t'i vej majre i dersi. Ma pa ku e dish, aj ta fali sabajnë, se më duket hoxha tha duhet falim namaz. Boesh se bep me një status WhatsAppit, ja shpëtesh njeri dinja në ahiretin. A kjo qetëri, për dinja lek, shif sa punon. Si kanë blez gjubret, rrugët nuk i kanë dreqë, gjithat propagandë të bëjnë për një qetërin. Për pro apo për kundër. Për qatë edhe ne pak islamin u lesh të amarim ma serios. Ku ishte puna? Ka thani bën të imi, apo? Inshallah si jom gabim. Mos i beso të ratharit, se kur të vije rasti, prap dhe të rathoja. Prap kanë thanë djetarët, këtë s'kom harut ashtu i kush e ka thanë. Kush i friksohet njerëzve, ai është frikacak. Kush i friksohet Allahut, ai është njeri i sigurt, nuk dhe ndjej frikën. Interesante. Allah i në dharë gjithve këtë ndjenja. Tash nuk frigemi për njerëzve, për policit dhe fregesh nëse ke bo dhe një gabim të kuqe, nëse ke ka përcaj, ose në kufi nëse bësh dhe një trik. Ajo frikë është naturale, çdo njeri e ka. Ama, për cilat frika e kemi? Po tash këtë vakët nëse s'hin haram, dëmbes pa martu, ose s'dë kem shoqni, pse frikesh beloqk. A pak shoqni o kjo, ja. Thajer kur dush në kafe, ja gjithë të njerës, shkojmë kafen, e rezervojmë vesh për ty, ta pajmë një kafe. Ama hoqo prapi friget, se dëm përqeshin, gjilipish me gjithë të bura, apo? Ashtu janë sot trit, kur srish me vajza me femna, të nxesin një lagap. Se di ku të shkoj e ki muhabet, se di ku të shkoj e ki vakët o gjebat. E në mu ma ka në thonë që këtë. Se unë nuk jam medresant, pin 15 vjetë. Unë dolla pin kanalizim. Po, në të kanalizim ruhesh për gjinafit, thot, më falë shpreje, a pederi, thot, estakfirullah. Po, jashtë a shteti, dilshim dë njerë me sport, me volleyball. Treja, dhe ku e di, reprezentaci, e mashtrishim vitin, këse pale qfar arritjeje, e ne, da sheta më malë, se kitë me kitë palës tjetër.
E në që atë këtë, thash, nabe, stakfirullah, pse mu je? A me mu të si merë, në dhomë, flenë me mu. Dyshon për mi, stakfirullah. Ja. Gjunejt Bagdadi, rahimehullahu ta'ala, ka thënë, frikacaku nuk e ka shijuar asnjëherë dashurin, sepse dashuria e vërtet e shuan frikën. Thënë, nëse dashurohemi te Allahu Gjelle Gjelaluhu, na qërojnë syt, çka duan ne thuj njerëzit, nëse dashurohemi te pejgamberi po ashtu, çka duan ne thuj njerëzit, unë do hecin hapat e atij të dashuri sallallahu alaihi wasallam. Do mundohem të bëj sunnetet e atij. Sufjan e Theuriu ka thënë, frikacaku është në burg, është i burgosur, sepse zemra e tij asnjëherë nuk rinë e qetë. Do të plasë, po. Frega, nuk e dish nesër, ç'i të ndodhe, ç'i të punë. Çfarë thënie, shanë që ma çe, uap thënie, çdo ditë kanë një status në WhatsApp, çe. Veç më e thonë, në fund, hëpik besim luma, nuk. Çe, Sufjan e Theuriu e ka thonë. Rabiatu Ladewije, një pe evlijave e gra, shumë të ralla janë këto, shef në histori, disa përmenden. Ai që e do me zemër të pastër Allahun nuk friget. Frika nga tjerët është e barabart me dashurin e kësaj dynjas. Do me thënë, frika nga të tjerët buron se e dum këtë dynja gjema. Prandaj ndjem do frika në zemër. Tema e shifej sherifit javës kaluar ishte do t'i pare dosjele që i kam pas pejgambere qysh në fëmiri, si mrekulli. Ne u bom bura ala frigohemi për njerëzve. Gjithë folje kujshia pse të mbaj të rlek. Vallaj nuk do vijen vor me ty aj kujshia. Gjithë thujnë ato qerët, që kjo në ala shumë bas gjemat neve. Gjithë thujnë ato qerët, një javë, 2 javë folën, 3 javë mi prunë fmit mu, dhe mësoj Kuranin. Interesant. Ert një print më tha, Hoxho tha, i shof dë fëmi të ti që vinë me gjithë qef, e në prindet e vetë me gjithë qef të i binë ty fëmit, elhamdulillah, shqyqyra Allah qenë kanë knaqët, ama më kujtojt herët e para kur erdhe për Istanbuli sa keq folshim për taj që ato. Fik që ato njerës. E po tash, që ajo rruga e pejgamberit. Njerë dëthujnë, apo, kej gjia bog, sa vandikët. Kur dhe e shojnë se ki me të vërtet e doj ka pejgamberin, njerë nuk i thash ati, ne i duhet ma pagujni që këtë, ta pagujmë qatë, ta bëjmë që këtë. Mu i prek njerëzit më pare, u thos punë. Njeri ma i majri, apo. Se që aty vërtetohet. A je alis në rrugën e pejgamberit, apo në rrugën e kësaj. Edhe bankat, kontot ato karticat mund të mi kontrollojni, bëjt 200-300 dinar se ashtu qenë ka duesh këta mbajsh, se për ndreshe nuk e ta blokoj kanë smetkën. A duesh ka ato rogat hecin, bëjt 300 dinar, ose ajtë thëmë, 1000 dinar, po më gjetët në bank, hec për shtym në ftyrë. Harith el Muhasibi, rahimehullahu ta'ala ka thënë, tradhtia është shenjë e zemrës së sëmur, kur njeri u tradhton, në fakt e ka tradhtuar vetëm para Allahut Gjelle Gjelalu. Hajtë që se mur vesh gruja. Pse me kaste për me një dyër këtë ras, gjema, se që kjo shumë e përhapët mesin tonë. Që grujas dhe e mare vesh. Që naj qetris dhe mare vesh, me laj që ka. Allah ka. Hoxhe em, gjitha i hoqë, në derë se shpesh, e natë gjematin e ka pas 80% hoxalar që ja kanë gju dersin. Ju që keni qenë Stambol, të pak të ne pat atë lagje, kitë hoxalar. Gjemat! Ka Allah, mu harojni. Interesant. Ka Allahu gjemat. Në sheh Allah. Për që ataj që e trahton vetën, e ka trahtu vetën. Që e trahton tjetrin, e ka trahtu vetën para Allahu të ka bo rezil. Bishri Hafi ka than, rahimehullahu ta'ala, kur njeriu trahton një njeri për një dobi të vogël të kësaj dinjas, do ta trahtoj edhe Allahun për një knaci të vogël të kësaj dinjas. To e në evlijatëm dhe i gjemat. To thënjet i kanë kitë hikmete. Këto, as që GPT, asë në mbrin këtë inteligencë. Shifet që fa thënje. Për një interes të vogël në këtë dinja vla unë tëndë, një vla musliman, apo një njeri të pakten, po e trahtove për një knaci të vogël, ta dirë se në Allah unë tala do të trahtojsh. Interesant. Thanë, unë me Allah unë i kam raportet mirë, përmendin këto lafe njerëzit. Qullësh, kujshin, ja ka vedh paret. I ka hi 3 metra ma ti që kujshin. Nuk i ki as me Allah unë raportet mirë. Të nëse kujshisi ke i 3 metra ma tutje, kush e ditë Allahu Gjelle Gjelalu sa gjinafe im qefish. Këto janë kitë një indeks, një isharet neve për t'i mësu njerëzit se si janë edhe pranë Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe mbarëm këtë pjesë me këto thënje të urta me imamin ton Ebu Hanifen, rahimehullahu ta'ala, që ka thënë, tradhtia thot,
është të shenjë se s'ka njeriu turp, e kush s'ka turp, s'ka din, e s'ka iman, subhanallah. Mirë, dhe me këtë tash e mbarojmë këtë pjesën e parë. Kesha qef këto t'i ndaj që vërtet pak, që ne harrojmë edhe ne o xhallarët. Po kapemi pejgamberi ashtu ka qenë, kështu ka qenë, këtë jalan pejgamberit. Këto gabime pejgamberi si ka bo. As sahabët si kanë bas, ulemat e vërtet nuk i kanë bo. Kush mund t'i bëjë këto? Ne mund t'i bëjmë këto. Edhe këto ulema kanë folë për neve. Aman të kemi kujdes nga rrenat, nga tradhtit, e ne mos me kanë shumë e shumë frikacak. Tamam. Tash vazhdojmë me dersin e radhës. Duhet me thonë edhe njerë Bismillahirrahmanirrahim. Se fillon një temë e re, një kapitull i ri. Lidhje me mençurinë e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Thot Qadi Iyadi, rënja e këtë shektyne tipareve të bukura që i përmendëm derset e kaluara. Dhe pika në të cilën këto qerët rrotullohen rreth asaj është mendja, akl, mendja. Që prej aty buron dia, marifeti me njoft Allahun, dhe prej aty mapa degëzohen edhe largpamësia, zgjuarësia, apo me qëllu çdo herë mendimin e sakt. Pejgamberi çka ka qëllu kështu mendime, ka thonë andej shko, ose këndej shko, që ajo ka qenë e saktë. Apo mendimet e qëlluara, si të ku dhënë, keni dhënë një mendim, tash Allah nuk tha diçka. Flasim për pejgamberin alayhi salatu. Edhe tash duhet mendoj diçka, a këtë ta bëjmë, atë ta bëjmë. Allahu Taala ja bie në mendje se ka të pastër atë, çdo herë atë që është e drejtë. Allah ja Rabi na jep edhe neve. Që ne jemi pejgamber. Me lajqa nuk na thosë shko andej shko këndi. Ja Rabi na bëj nasib ti bëjmë që këto vendime të duhura dhe të qelluara në jetën tonë. A këtë person do e fusë shtëpi. Unë nuk e di ja Rabi kush si është në jetën private, në shtëpinë e vete. Prandaj ja Rabi ti ma bëj nasib ta bëj këtë zgjedhje. Nëse duhet na mshilen syt, thot ashtu pejgamberi alayhis salam, kur Allahu cakton ndodhe diçka për robën e tij, qoftë për mirë apo për keq, ja qoron syt, ja mbulon mendjen. Themi tej nuk je njeri që du shumë të mira fetare, mirë po Allahu ka dash diçka të mirë të bëjë ty. Rastësisht ke kalu këtu një shok ka thënë hajde be nders, nuk e ke pat ndërmend. Tu qoron syt, çit do bëjmë me gjithë të burra tu bashkoja gjë tu shivi. Tu mshenën syt, erdhe këtu, tërth mirë, pia ditë, bësh një teube, 5 vakët namaz, bëhesh musliman i mirë. Po mund ndodhe edhe ka rruga e keqe Allah i na ruaj. Gjithë ditë me zhlis, gjithë ditë me hoxhallar, ose ne hoxhallarët me qitape, po na mbyllën syt, po na mbulu mendja. Ta ke bësh një vendim në jetë, shkatërrohesh. Prandaj duhet kërkojmë ndihmë pi Allahut. Apo si ka qenë larg pamës, si ka pa ma për rezultatet si dhe mund përfundojnë bas këtyne vendimeve, dobit e vetes të ti dhe të muslimanve qerë, apo mujahedet u shehweti, që kjo na mungon neve xhamat. Me bo mujahede, me luftu që këtë epsh mbrenda. Duhet bindemi njere për gjithmonë, këto cytjet për mbrenda çdo herë janë dëmshme. Se nuk jemi bo evlia. Veç kur dhe bojemi evlia, dhe qetësohet ajo. Dhe bëhet nefsi mutmeinne. Neve jemi halan nefsin e mare bisu që udhëzon dhe që urdhëron në punë të këqija. Çdo herë e keni vera, çdo herë sendi i parë në shumë kështu, apansës se i thujmë neve. Pa prit mas ndërmend, mendimi keq. Për shembull, komunikacion. Është ai, ti zbres, t'ja thi hundë, e ke pa. Kote kot. E tash kjo don një farlloj përpjekje pa ta mundish këtë ndjenjë. Pejgamberët këtë e kanë pas. Apo me i bëj idare njerëzit, siaset i thënë kësaj, turqe e përdorin për politik, nuk për politik. Siase i vajnë me i bëj idare njerëzit. Apo çdo herë me i kref veprat e mira ka vetja dhe me u largu nga punt redhail i vajnë rezillajqeve, punt e nënçmuara. Vërtet, kur e lexosh jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe në detajet më të vogla, s'ka dëni rast thuish pse e ka bobe këtë, me mendu ashtu shkon mbytu. Do vijet ashtë një rast, që mapa edhe pasardhësit vuajnë. Po hoxho gjika fajaj, po nuk ka fajaj, po DNA-i, ADN-ja jote, falë fara jote vazhdojnë të aj, që ashtu dhe mendoj edhe aj vetë. Nuk ja qonë Allah me zortë, po edhe aj vetë dhe mendoj ashtu. Dardha bie ndër, dardha pa. Mirë. Allahu Taala ka thënë wa allamaka ma lam takun ta'lam, do kthej pak do reshta, janë do fjalë shumë të bukura, mirë po, për hir të kohës.
Allahu Teala i ka thënë pejgamberit: "Wa'allamaka ma lam takun ta'lam." Allahu t'i mësoi gjëra që nuk i dishe, pra edhe këtë mendje, këtë mençuri të madhe Allahu ta ka fal. "Wa kana fadlullahi 'alayka 'azima." Dhe dhuntia e mirë e Allahut mbi ty ka qenë shumë e madhe. Vërtet xhamat, në çdo aspekt pejgamberi alayhis salatu wasalam njeriu më i mirë. Prandaj thot, besin pa koment apo të habitura logjikat e njerëzve për ta kuptuar mençurinë e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe gjuhët na mbesin me mec, s'ne përshkruajmë sa i mençur ka qenë ai. Dhe tash fillojmë. Një prej tipareve që del mejdan, se tha, rënja e këtyne tipareve të bukura është mendja. E tash çka do dale si dek apo si frut përpara? Emmel hilmu wal ihtimalu. Hilmi dhe ihtimali. Burojnë të dyja nga rënja njët. Hamel, më fal, njëna është hilm, tjetra hamel. Hilm do thot me ka njeri but, ihtimal do thot me duru shumë sprova. Apo af me al kudre, me fal edhe pse ki e fuqi të hakmerrësh. Ç'kjo e fal me xhamat atër ka vlerë. Wa sabr ala ma yukrah, dhe me bo sabër për gjëra që nuk i pëlqen njeriut, për gjëra të papëlqyeshme. Wa bayna hadhihi al-alqab farqun fi al-qadiyadi, mes gjitha këtyne tipareve ka dallime. Me koni but është qetërse, me duru sprova është qetërse, me fal është qetërse dhe me bo sabër është qetërse. Tash një nga një që këto terme do t'i përkthejmë dhe çashtu inshallah do mbaroj edhe dersi. Fa innal hilme, butësia, halim, përmendet kjo emër në mesin ton, halim, njeri i but, që nuk reagon me njerë, është haletu të dhëkurin, është një gjendje i njeriut të matur, njeriut me pesh, që nuk reagon me njerë, me hikmet, we thebatin dhe njeri stabil, indel esbabil muharrikat, kur ndodhin do sebepe nxitëse provokuse. Që, komunikacion dul, e na i ka fajt, e ne të shajti. Unë nxit diçka aty, në atë shka vulkani math, dhe pëqasish. Që ajo është hilëm, butësi, me u tregu njeri i matë. Nësa ihtimal, kjo me mbajt, me duru, është hapsun nefsi, me bo haps nefsin, indel alam, kur ki e dhimbje, apo smundje, tash nefsi thot, bonja uf, bonja shami smundjam, më dhem mitisi, më dhem krahi, më dhem gishti, po gishti dhem beloshk. Shefi ato në Palestinë be gjithë thujnë. E në njëherë nuk ja banën. Njëherë janë, vesh la ilaha illa Allah ja bëjnë. Hasbun Allah ve ni'mal wakil qëtër dhikër zbëjnë. E valla kjo puna e gazës. Interesant. Hikmeti i madh i Allahut xhelle xhelal. Se në akide e mësojmë xhamat, në landën e akides, kur e mësojmë caktimin e Allahut xhelle xhelal. Si duhet ne ta kuptojmë caktimin e Allahut? Caktimi i Allahut do të thotë një ilm, një dije që e ka Allahu pafund. Ai qysh pa fillim dhe pa fund e ka ditë se ne çka do bëjmë dhe si do jemi dhe sa musliman do jemi. Dhe në këtë dynja na ka pru dhe na i bie që këto kushte që ta vërtetojmë çat dije që e din Allahu. Si me dash na thos Allahu neve shefni. Unë u bodën se Allah i rujt. Unë e disha se ju që ki brum jeni, mirë po, që mos ju shti me njëherë në xhenem, që va vërtetoj se si jeni për kur një send. Apo, ju që jeni musliman të mirë, unë e disha se jeni shumë të mirë, po mos ankojnë këto qerët, pse i arabi këto i fajtë në gjendet e neve në gjennem, që usola në dynja, ta shefni edhe ju e vetë situatën të uaj. E tash neve, kur e krasojmë vetën me këto muslimat e Palestinës, ku jemi gjemat në mangat? A ka gjenneti, a ka gjennemi, Allah i në rujt, ja arabi në falë. U gjemat, kraja në dhem, va bëjmë bajat kitë shpajes. Me të pislame. Dhem kraja. Ati bomba kitë trauli shbo fëmija ati njerit. Po bomba ran sa metra në hava këcyn fëmijëve, gjenazet të fëmijëve. E në gjithan, hasbun Allah, u e një me lëvekil. I shifni tash të që lirojnë për burgjeve. Fëmijën e vetë, fiks në moshën e në periudën e fëmiste. Së ne paramendoj disa atë unë më e shof, a i nuk e ka pa 2 vjetë. Hali si ka lind, arrit, e në e pa atë video, besoj, këtë bota e pa. I ratë fikët njeri u alivanos për gzimit madhë kër e pa fëmijën e vetë. Së një besoj të syve. E ta shenë e kim musliman e ka bot që këtë ihtimal, e në une që pak e kapi gishtin e vogël të karikja, e në mopim brenda e pijash shajt me të vërdal, shkelm karikes, gjiro, kush e ka vu këtë karike këta? A vete ke vu. Vete ke vu.
E në ma pa ja fugish fajt asaj, kur të kthen xhevap, po i thush, "Më kthe xhevap", fesat i madh shpaj përgjigj për një gisht të vogël. E neve musliman do bëjmë ihtimal, tash do përmendim do rastet pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ja Rabbi na fal. Se ti. Wel mu'dhiyat apo momenteve mu'dhiyat që bëjnë ezjet, maltretuse, vënë dyshmanit maltreton, duhet bësh sabër. Për çat para se me ardh, ti mbledh mend, si ka ardha që mund vjen një ditë edhe tene, ti mbledh mend mos e idhnojmë Allahun xhelle xhelal. Molla Ali al-Khari thot, për shembull, merr një shembull shumë më të thjeshtë ta kuptojnë edhe fëmijët. Mund të të bëjë ezjet edhe një kafsh. Bish të flesh, lefën qeni kushis. Hau. Hajde fleshte. Po, të bësh sabër. Çka do durojsh? Ai don të ushqehet qen. Ku si intereson që ka thonë pejgamberi? Ai do ushqehet qen. Makhlukati i Allahit do lefe. Shko çiti. Çfarë skenash me shemat? Do shta direkt unë nuk e kam bë, po unë e kam atë nefsin e njëjtën, unë do e kisha bë. Po më vjen bare pi kojshis, ai më presh nëse kojshi 30 vjet s'ka kuptim. Ama pi brenda të vjen sa herë kështu çato langarët udhnave që kom gjuse ma kanë garen do një talebe, arzuma pa bo ki gjak ka kon të e shkel vetura. Nervozohesh, e ne i shohesh në muall ato, e një ngaren dish me rap, sho barem ti fregi pa ti që ka kon. E ne ma pa thësh, o besim, ho që jetej. Apo e zjetet këto maltretimet për njerëzve që mund t'i përjetojmë. Lishon muzik, kojshia, hecen daleshte. Djali shojë në une, po ishë gjina duplo. E ne muzikën e ati gjën gjësh, e ne këtë tante. S'ke që të bësh, sabër të bësh. Po thot edhe me vepra kështu, po edhe me fjalë, kjo më e rënda. Me duru, me bo ihtimal, me mbajtat, kur e di se dhe kush ka fol keq për taj. Të maltreton me fjalë. E ne aje e din shumë mirë, ose ajo e din shumë mirë se nuk o qashtu, ama folën keq, në te duhet të durojsh. Ta durojsh se nuk duhet bjesh në nivelin e ati apo asaj reziles. Po, se shumë njerëz dëshmojnë për njerëz se janë rezile apo rezile. Ka, edhe në mesin ton ka rezile në rezile, që shumë njerëz dëshmojnë për këto. E taj nuk duhet bish nivelin e atine, dhe qëllësh punën të ande. Për që ati mbajmë këto derse. Pak nuk përmenden këto tema, dritë në krefin këto tiparet këqia. Tash që ki ders, shif, elhamdulillah, Allahu Teala e qetësojnë, shif, u traukon. Do shta në gjojnë ders, ama nuk o live, tishtë live në YouTube. Një dit, inshallah, të bëhet nasipe në aty në gjojnë ders. Ta kuptojnë se me gjlisi është 100 herë më mirë se këto punë që mere. U e mithluha e sabër, njëtë si ihtimali me mbajt kështu maltretime, edhe sabri është tipari në gjajshëm, mirë po, i kanë kuptimet e aferta, po pak dalojnë. Sabri përdoret edhe për punë të mira edhe për të këqia. Themi, kur thomë të këqia, do thënë sproma. Tash, a do bësh sabër, nuk do bije në haram, nuk do krefi kredit, dhe do bësh sabër, duhet t'i fali namazet. Ama nuk thuhet ihtimal, e bëj, e mbaj këtë, e duroj të falmen e namazit. Në këtë aspekt nuk thuhet. Bëj sabër në faljen e namazit. Thënë, sabri përdoret e ne për punët e majra e për punët e këqia. Bëj sabër, nuk bije në haram, nuk pi raki. Bëj sabër, i fali namazet. Kjo përdoret. Ama, ihtimal, e duroj, nuk do bije në haram, do duroj edhe pak. Kërkoj filanit borç, ama kredit nuk do hi, ihtimal i thuhet. Ama, ihtimal, do durojnë e pak do fali namazën. Këtë kuptim duroj, se ne durim i thëmë të dijave në Shqip. Nuk thuhet, tam. Po qka do të thot afu me fal. Do të thot mos me u hakmer dhe mos me ndëshku atë tjetrin. Se tha me kudret, do me thanë, kur kje takat, kur kje fuqi, tash unë shumë kolaj, më thëmë, ja fala, kush jetë. Vë hadha kullu mimma addaba Allahu Teala bihi nebijehu. Këto gjitha janë që Allahu Teala ja ka dhënë këtë terbije pejgamberit. I but, me duru, me toleru, me fal, e të tjera. Se ka thënë Allahu Teala, khudhil afwe, mere si karakter afwen, me fal, tolerimin. Tamam, t'jesh tolerant. Wa'mur bil ma'ruf, wa'mur bil urf, dhe urdhëro çdo herë në punë të mira, që e pranon feja dhe logjika e shëndosh, wa'rid anil jahilin, dhe hik nga xahilet. Mos u merr me këto. Mos u merr. Atë kërcënon. Ec, Allahin e kom. Allahin e kom. Si ka thënë Allahu Teala, idha khatabuhumul jahiluna qalu salama. Kur
fillojnë të flasin aty në xahilët. Çe ju hoxhallarët kështu, si kena përmendë për dersën. Çe taj haxhi, taj falesh, po edhe unë kam personalitet. Pse falem unë, tash para spitalit dënjer urgjentisht e parkirish, keq veturën e parkirish. Para barnatores e parkirish. E po edhe para xhamis dhe e parkirish se 5 minuta duhet ta falish namazin me xhamat. Tamam, themi nuk o më erë, ama së të thëmë une, për hatër të kujshis se dhe i dhnohë se e ke parkir kesh, modin në gjamoj të falish namazin. Këto e në muhabete, bazdarke. Këto e në muhabete, kote kote. Nuk themi dhe parkir e kesh veturën, kjo më kesh kuptohet. Po të themi be, i lishove 4.000, e ki e shoqen aty në vetur, helbet me ndodhë dhe njëse, a dole pirabe me njerët, jo në gjamaj rish ka e një kësha, mos u merë me këtë. Mos u merë me këtë se ka thanë, Qadi Iyadi, thon qalu selama, di thush atin e selama, e çfarë thot? Shpëtim. Do me thon el muvada'a alladhi fi selama min el muwaqi'a. Jom tu hik me hajlam tu mirë, shefna selam, sesa muwaqa me uras praf me atë. Se aty është shpëtimi, selam. Selam do të shpëtim. Paqja Allahut themi qof mbi ty. Shpëtimi qof mbi ty. Selamet. Dhe ti thësh selam. Turqe ma mirë se sëja simbolizon pak edhe do shkronja të shajturit, apo selam ja lishojshë, na e kupton Turqi. Këta unë të kishte që në gjuhën arabe, ja bëjshim një selam, e në dhe qojshë aty ku duhet, tamam. Mos u mirëni me këto njerës. Sa herë që jemi marë, edhe ne kemi randa si gabime, a kompliku ma këtë situata. Ngushtohet zemra, ma pa namaz, pse si a thash, këse aji shejtan është aji. A qëtë jo shejtan, derisa nuk vinë me ty aty të falet, a jo shejtani. Shejtanat hikin për ezanit e në kohës namazit për gjamia, e qëllësh, aha, ki këtau, ta jetu hynë gjami, a jo shejtan, mos u merë me shejtanin, hik. Ama prap edhe, kujdes kur e parkush veturën e në këtë ta thomë, se unë njëm njeri shumë, i sjellë. Shumë bukur. Ruje tregohet në një rivajet se pejgamberi a.s. kur ka zdrip kjo ajet, do me thanë mere tolerimin, mere faljen si karakter, nuk e ka kuptu mirë dhe ka pyet Gjibrilin a.s. si duhet ta kuptoj. Pejgamberi e pyet Gjibrilin a.s. si duhet ta kuptoj. Shqiptari jo shkon e pejt Google-in, ChatGPT, si falet namazi hin në internet. Namazin e parë vend bëhet rizik të para 100 muslimanve që falin ka 50 vjet namaz. Vajnë falet ndryshe, stakfirullah. Gjibrilin nuk dhe shta pysish. E po Gjibrilin nuk e kam, tamam, e shefet dhe kushi që e ka i gjazete e shkënjët e Gjibrili a.s. Gjemat, hoxhallarët e din. Hoxha, Abdullah ibn Mesudi, pejgamberi, Gjibrili a.s. Ashtu shkruhet i gjazete. Hatta es'el el alime, prit ta pyes Allahun që është i gjithdijshëm. Shkoi Hazreti Gjibrili pa vend dhe pa kohë, kuptohet, dhe kur erdhi pejgamberit a.s. përsëri tha, ja Muhammedu. Kur themi pa kohë për pejgamberin, ka kohë. Themi pas disa minutave i ka ardhur. Ja Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam. Allahu Teala të urdhëron ty që, çka do thotë kjo, domethënë, ti je njëri tolerant. Ti ngjesish raportet familjare me ata që i kanë shkëput. Themi, Mnixha nuk flet me ty, taj do shkosh di folish. Sham problemi ma. Hoxha shkova të foli u bo fesat me ima. Pse? U përzien e gruja me inqës. Kishte një rast, dojshat ndërhy, se vërtet ja kom lakmi hoxhallarve që janë më në mosh se neve, vërtet e kanë këtë guzim dhe hynë, pajtojnë familje, njerës e këshume. O njëherë hakata kure, pase gratë në të shpi. Sashe, unë me gras kom pun. Me gras ka. Shejtani e në gratë. Së në miresh me ato. Dhe ti japish ati që nuk të jep. Dhe ta falish atë që të bën zullum. Që, a dush ti njajsh pejgamberit? Që këto 3 pika ti njajmë, ma pa kolej vejnë tërlejki, mjekra e këshu me rath. Allahu Teala thot po ashtu, fasbir, bëj sabër. Që afu, aty falja kalon, të këtu të ashtu të bëj sabër. Kema sabëra ulul azmi minë rusul. Ashtu si kanë bëj sabër pejgamberet ulul azm. Edhe neve në medrese, po edhe ju duhet t'i dini këto. Ulul azm, pejgamberet, kush janë? Bojën fjalë për 5 pejgamberet që kanë hek maltretimet dhe sprovat më të mëdhaja. Kush janë ato? Ja ta është i numrojmë. Janë 5,
që i përmend Allahu Teala, sigurisht që emrat e atyre në Kur'an. Është Nuhi alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam dhe Hazreti Muhammed Mustafaja sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Do me thanë, Allahu i thot pejgamberit ton, si kanë bo këto pejgamber ulul azm, azm do thot kur je shumë i vendosur. Than pejgamber shumë të vendosur në davën e tyre, në atë kauzën e tyre. Atëherë dhe ti bëj sabër, njëci ato. Kjo bëhet motivim, apo? Prindët ton pak e ke shpërdorën këtë. Shefe filani si ka marrë 5 maqedonisht në 8 marrish 5. Shef përgje përdori. Modesti thë, shefa i sa ma i rvejnë e falë sabahin në gjami, e në taj dil në gjami të falish. Për që këtë erdhëm këtë dynjaqëm, për që këtë Allah në fali fmi. Nëse që këtë zgjathujmë fmive, djathujmë, shefa i ka marrë 5 anglisht, taj pse 2+, frigem se Allah të alat në marrë imanin. Shifni gjemat, kur flasë unë e këtu para mikrofonit, mundohen të flasë me plot përgjithësi, bilat plot përgjithësi t'ja shtoj edhe një përgjithësi qëtër. Përshat musmi, ama, shof tash dhe njerës. Dhe kush ma pëlqen një fjalë, shkon e qetë Facebook, ma pa mi kalzon në komente, bare mu mi kalzon komente, vërdal, më ka shajt njeri, se më ka kuptu që ka kam deshtem. E kur dalim tu me përgjithësi, flasim, rejni ratë. Tama. Nëse dhe e qortojmë fëmin, pse ke marrë 3+ shkenca natyrore, biologji, fizik, gjën këtë landë. Ama njëherë nuk i kemi thanë, o loshka e falebe të i qindajnë sot. Fregem se Allah të alat në marë imanin. Këtë vathem me gjithë përgjithësi. Shumë qitape, nuk mund të themi se kemi lezu diçka shumë krasime me ulemat e vitë. Ama kemi lezu do qitape. E ne mund t'i bëjmë do krasime se ku janë ato pikat më të rëndësishme ku del mejdan imani. Imani ku del mejdan. Ulemat kanë thënë, një pej shenjave se mund t'hupet imani është kur bëhet muhabet të u thirë ezani. Ja çfarë sa pikat holla ka o xhamat. Te i thysh fëmijës tënd, pse më ke marrë maqedonisht tresh, ai një namaz atë ditë nuk e ka fal. Allah i na rujt imanin, ama kështu si shkon nuk o mirë. Kështu si shkon nuk o mirë hiç. Mirë. Tregohet në një hadith, tash ta shohim t'i bim pak më shkurt. Aisha radiallahu ta'ala anha thot, sa herë që pejgamberi a.s. është lënë i lirë të zgjedh mes 2 sendeve, do me thanë nga ana e sahabëve. Themi, i kanë thanë, kushtimisht ja Rasulallah, a dush uj apo ujtë tharët? Kushtimisht me banalizoj kështu. Çdo herë ka zgjedh atë më të lehtën derisa nuk ka qenë gjuna. Themi, të shkojsh ujtë tharët të mëgjesh, duhet shkojsh deri në market atje. Atëherë duhet ta zgjedh më të lehtën, çeni ujë të thjesht, se e pash, aty ka një shishe me ujë të thjesht. Çdo herë duhet ta zgjedh më të lehtën. Të pyet ajo në shtëpi, xhidush të bëj? Ja vetë çitëm një bukën një gjatë aty, sa ta thi pak. Untin. Fat trikaxhish jemi në Allah na fal. Didit mundohesh të bëhesh si pejgamber, 3 ditë krejt fesatin, shumë interesant. I thush didit me bukë me gjath, ai mendon se me të vërtet çajo të ngopta. Unë atë them se pejgamberi do të ngjaj, po një ditë duhet hamen diçka tjetër. Në ditën e tretë ta çet bukën e ngjatin. Nëse vetë shaka. Elhamdulillah, shoshnia jon hala e ka këtë bereqet këtë nimet. Shqyra Allahut, nanat, gratë hala jon është. Ta mbajnë gajlin, a ke hangër, që të bëj. Njët natës nuk u mërzitet, në ndërhak mos e him, apo. Shef nuk e thomë këtë se i frejgem. Shqip nuk din hala. Në me në gjusë e mervesh. Ama, hatri Allah duhet të thojmë. Për nanat zetën nuk diskutohet kja. Nuk diskutohet. Allah, ja Rabi, boja gjennet. Veçanti nanave, amin. Kitë këtë mund që e bën gratë për burat apo për fëmijët e vetë. Mirë po nëse ka qenë dhe një opcion për atyune gjynaf, ka qenë njeriu më i largët për aty mëkatit. Këtu Molla Ali Velqari e kritikon pak një dietar që kështu i ka dhënë kuptim. Unë e përktheva këtë libër se vërtet në lexim të parë, kur let i lirë pejgamberit drejt shkon ndërmend sikur Allahu pse s'ka dhënë ndonjë urdhër, nga Allahu është dhënë i lirë. Ta shohim atë faqe kur dhe e gji, si e kom përkthy. Ndoshta unë e kam rënë atë gabim. Vërtet ka dhe do dietar këtë kuptim ja kanë dhënë. Kur let i lirë nga ana e Allahut, e thot se lexosh vazhdimin e hadithit, thot përderisa nuk ka gjunaf, atë len Allahut lirë mes gjunafit ose asaj që nuk ka gjunaf. Than, kjo këtu bëhet fjalë mes njerëzve. Zakonisht ka është bë fjalë mes qafirëve, domethënë si të veproje. Atë luftojmë
a me paqe? A të luftojmë apo me xhizje, me taksa, me tatime? Çdo herë ka shkuar te ajo më e lehta, aman mos derdhë gjak, çdo herë të shkojmë në paqe. Tamam, kështu duhet kuptojmë. Ama neve jashtë far niveli jemi buka gjathin am teket. Tamam. Amani ne këtë ta kujtojmë, mirë është me lejen e Allahut. Dhe asnjëherë nuk është hakmer pejgamberi alayhi salatu wasalam për veten e tij, përveç nëse është të prekur apo është të shkelur hyrmeti i Allahut, pranderi i Allahut xhelle xhelal. Atëherë vetëm për hatër të Allahit hakmer është. Themi, nëse ligji i Allahut ka thënë këtë njeri duhet me vra, dhe vrasësh. Flas si njeri i shtetit, si lideri i shtetit pejgamberi alayhi salam. Nuk flasim si mualimi i xhamis. Unë s'kam të drejtë ta vras asnjënin. Tregohet se pejgamberit alayhi salatu wassalam ju thy rabaiyetuhu, dhami 4, rabaia. Wa shudja wajhuhu, dhe u qa fytyra e tij e shenjtë, subhanallah. Allahumma salli ala sejdina Muhammed. Jeume Uhudin, ditën e betejës së Uhudit. Dhe shekka dhalika ala ashabi shekkan shedida. Kjo jerdh shumë rënd sahabe. Së ne durrun këtë skenë. Kalonte në sherh, po mos e zgjatim, edhe qafiri poshtër, edhe emri ati qafirit të poshtër që ka godit me atë shigjet. Tash duhet hy pak ma thellë, ka godit e ka kap pejgamberin alayhis salam këtu, te këto 4 qeta më pi poshtë. Dhe i ka compound skena boksi, edhe kur i bish pi poshtë fluturon dhami. Qashtu i ka dal direkt dhami pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është çaqe këtu, faqja. E dini atë skenë, mos bie pika e gjakut në tokë, se Xhibrili alayhis salam do e shkatronte atë vend. I thanë sahabët, ja Rasulallah, leu dhe aute alejhim, me kanë ti mallkosh këto qafir. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, inni lem ub'ath la'anen, une nuk jam dërguar si njeri mallkues që mallkoj. Lakinni bu'ithtu da'iyan wa rahmatan. Unë jam dërguar njeri që bën dua për të mirë. Wa rahmatan, dhe jam dërguar si mëshirë. Ja Rab, na preku mëshira e tij. Nuk u lagëm në miting, erdhëm ders në gjumë. Nuk u lagëm me dëni pif ose me rakine për zhurka në për diskoteka, jemi këtu në mezhlis. Këto mëshira e pejgamberit sallallahu, që është rahmet, në më thënë, Allahu që e ka dërgu si mëshirë. Ti kish mallku ato, që aty do ishin sos njerëzit e në ustos. Shkoj pejgamberi alayhis salam me disa sahab, shku në xhennet, mbaroi islam. Allahume ihdi qaumi fe innahum la ya'lamun. O Zotim, udhëzoje popullin tim sepse ata nuk din. Në këtë gjendje të vështirë e boni këtë lutje pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ktu kaloj diçka. Nuk jam dërguar si mallkues. E kemi fol këtë dhe e kemi borxh në xhallarët ta folim. Haditheve i besojmë dhe do t'i besojmë. Pe ditën e parë, inshallah një frymën e fundit. Amin. E tash i hapish hadithet e shoh se pejgamberi alayhi salatu wasalam disa pe mushrikëve të Qurayshit me emra i ka mallku. Ebu Xhehlin, Utbe ibn Rebijan, Velid bin Mughira si e kuna qafir, Velid. Këto qafir i ka mallkuar me gjuhën e tij. E tash a nuk ran kundërshtim pejgamberi, estakfirullah, thojza. Këtu thot nuk jam unë mallkues, aty i ka mallkuar. Tamam. Si dhe kuptojmë këtë? Shpesh na ka kaluar po kjo temë, se hadithe duhet me i marr komplet të rësisht. Thot nuk jam njeri që dhe i mallkoj këtë njerëzit për një herë. Ama nëse tepron dëkushi në zullum, në padrejtësi, e në qufër, e në shirk, atër, i ban, shif me emna, target, ka qenë caku i qartë, qëkët. A këshu kitë milletin për disi o zot shkatroj këto? Jo. Po edhe te hadithi që sot, Allahume aleke Quraysh. Ja Rabi, mallkoj Qurayshin, do me thanë që këto qafir të vështirë të Qurayshit. Ashtu duhet me kuptu. Tregohet se Omeri radiallahu anhu, duke bisedu me pejgamberin alayhi salatu wasalam, i tha, bi ebi ente wa ummi, qoftë fal baba im dhe nëna ime për ty, ja Rasulallah. Nëse mund thush qoftë fal baba im, thënë ta ja fidje, qoftë fal baba im nënem për ty, ja Rasulallah, atër mund thush edhe qofsha fal une për ty, ja Rasulallah. Dhe kjo nuk o shirk, o gjahil, gji u lidhe, ku kem atër, më lidhi një shok, hatri ati u lidha, vakët koronem duket ishte. Gjiken TikTok, TikTok kombo bje se s'lidha me stakfirullah. Gjikeva ju e ndroj emnin X-ët, tash si o X-i? Twitter.
Twitter u bani Twitcher ku e digjim lidhi me telefonin e vllajtem një shok. Unë jom shumë kundër këtyne punëve, se zakonisht, fani që e thom këtë, mos më ofendojnë edhe ato gjem që ishin aty prezent, ama dhe e thom këtë, se aty u tentu të bëhet një fitne. Ama unë i kom lezu këto qitape. Unë e gjahilve vesh një selama e ne hajpërt me. Në Twitter nuk o vendi për me umarë me e ke thonë, natë e ke thonë, këtë ka argument, ku argumenti, e zbe thonë baju, ecë. Selamun aleikum, e në shkova. I qofshim falë ulemave që ne kanë pru islamin, amin, laf ma të bukur s'ka se kjo. Qa thot i qofshim falë? Do me thanë, nëse dëkushi masulmon e Ebu Hanifen, dë duhet ta flijoj veten, ta rruj Ebu Hanifen. Ma larkë se kjo, gjithë kuptojsh. Ma tutje se kjo, qka ka për të kuptu për kësaj fjale? Ama jo, ama ku e diçka, gibet! Gibet! Se di shikona kjo. O punë shejtani i vjen këto punë të internetit. Thanë, hoxha, faleminderit, mbaroj dersin të dil, ma bonën offline mu, e në ato ma pa vazhdun të folin, ose din se i shoqi e ma litha tej, a i ma pa mi kalzon gjithë folin për mu. A gjuzet e këqi. E lidhin hoxhën aty, ma pa sa del hoxha, ty jam bajnë bishtin hoxhës. Barja e madhe. E në ju musliman, ju flitni për fejnë e Allah në rrjetet sociale. E zbe mbaju një mëre, langara njerë, barja e madhe. Edhe këtë kur e thom, nuk e thom për kitat grupin që ishe. Kish një 30-40 veta. Për do mikrobës, që ja di asemnat. Aspizoni se një diktoj, se një internet ajo. Barja e madhe. Pse ka thonë hoxha, qofshim falu ulemave të vjetë. Po, që? Hajde shte. Fjala Hazreti Omerit o kjo. Nëse nënën mund të bësh fida për pejgamberin al-Islam, në vitin mund të bësh. Nëse dhe ishte ajo shirk, atër në kjo dhe ishte, në fakt, nëse kjo e jemi o shirk, e në kjo dhe ishte shirk. O gjahili vogël, e shko lexo tani se mbaju atje. A dini gjion këto filmat? Dzan femna, be, atë jemi më të qartë. Dzan femna e kanë dertin këto musliman ton tap taberia gjion, apo? Ta dini këtë. Me një ve ku folet për fejnë islame, forume, grupe, ku e di gji, ande këndej, e në momentin kur pranohen vajza në atë grup, ta dini se këto në jeti, dzan femna. Pika e di ishto gjo, gjimnas komsos. Ke kujdes. I rezik shumë jam. Formojshin e atë do forumi studentëve në zë. Kitë ka kanë me zanë femna. Përshat, islamin mos ma njollos një me kësi gjoja. Hele thënjet e ulemave. Unë dhe hargjoj 2-3 saat kode e përgatisat dërs. E në tej për të kalzo ma frajer para sa i copsës zhjalith atë. Sa ashtu qenë ka. E në vajzat debatuj kanë me hoxalar. Bile, a i shoku më tha u ke kujdes se ka do, u bon rizil do gjem. Ma pa uzunën me femna. Thash, me femna zihen këta një. Fa me moni be vla. Unë thash, me një kush lidhem, jo t'ja qelish mikrofonin vajzave. E të keni kujdes gjemat. Janë këto filma, mos u mashtrojni. Se tash aty në mund të i dale zani ma tepër, nuk do të se unë jom gabim. Ato sesion në atë nivel për ta kuptu këtë thënjes, do të se unë jom gabim. Unë qëllimin te me arita. Njënin për atyne, shkrëp, e krefat e ka. Në qos falë baba im dhe nana ime, ja Rasul Allah për ty. Leka dea Nuhun ala qaumihi, Hazreti Nuhi, shif Hazreti Omeri, shif liria me pejgamberin. Ne me kanë, dithuishim i shet mend. Jo jep një sugjerim. Hazreti Nuhi e ka malku popullin e vetë. Tha, Rabbi la tedher alel ardi min el kafirin e de jara. Ja Rabbi, mos lembi ruzulin të kësor dhe një qafir që dhe hece apo që dhe lëvize. Prandaj, me qene dhe ti të bëjsh këtë lutje, ja Rasulullah ta kishe bo ti këtë lutje, neve do ishim shkatrua nga i pari dhe i fundi. Kitë dynjaja dhe i shkatrua. Po ty ta shkene në shpinën, do me thonë të ofenduan shumë, dhanë barë të madhe, problemet mdhaja. Fytyrat në tande të abanën ke gjak, të thyen dhamin e bekuar, ama asë njëherë nuk tha një fjalë keqe, po vetëm khair ke tha. Tha ja Rasulullah, Allahumme gfir li qaumi, fe innahum la ja'lemun. Tha ja Rabi, fale këtë millet, fale popullin tem, se atë janë njerëz që s'din, bën va nasip atyne të mësojnë të vërtetën, dhe ali se arriti pejgamberi islam qëllimin. Shumicat e këtyne kureshlive që ishin qafirat vështirë, disa u bon musliman të mirë, po shumicave fëmijët ju bon musliman të mirë. Ti kish mallku aty në vend, kishin vdek, kit ma pak musliman. Për qatë edhe neve të marim për këtu mësime. Me njerë me malkime, me të shajtme, me të bëjt të këthi, jo se shumë kollaj është ashtu të hupish. Më ranë to me fitu njerin. Këtu një mësim të madh për neve që mbajmi musliman, vim në për mezhlise, ama neve kemi një dalim,
se në për Twitter e në për WhatsApp nuk i përqeshim hoxhallarët që mësojnë e ne përgatiten për derse. Ai ka dalë aty me njete të këqija. Mirë. Tu dhe mbarojmë, inshallah, javën tjetër dhe vazhdoj tema e njëjtë. Shif, thamë ma shkurt dhe i bim kraj atë. E ne fridoli jam e ne juve, nuri juj, me lene Allahut, ju bëhet sebeb, e fridoli bëhet sebeb, Allahu Teala e krijon. Kështu duhet me folë se njerëzit ma pe i keq kuptojnë fjalët. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.